Padyshim, shtëpia është një një akademi në vete. Kur njeriu hyn në shtëpi, duhet ta kuptojë që të lashet, streset, problemet. Në momentin që ti futesh në shtëpi, duhet ti bartish me veti dhe fëmia 2 vjeçar, 3 vjeçar, shka e ki familjarët e tu, prindrit në mosh, bashortja jote nëse ka qenë edhe ajo e angazhuar në punë, apo është angazhuar në shtëpi, nuk duhet t'i dihet të gjitha streset e tua. Normal, duhet t'i ndani bashkarisht. Po jo t'i fugish tek ata. Po sa të futesh ta hekish gjithat energjinë negative të cilën ti e ki trashëguar gjatë ditës, ta hekish të anëtarët e familjes. Andaj butësia është një tipar i mirë të cilën Allahu e don. Bile pejgamberi alayhi salatu wasalam thot në hadithin e tij, me të vërtetë Allahu ja ka bë haram të ndaluar xhenemin, xhenemin, çdo njeriu. Allah ja ka bë të ndaluar xhenemin, çdo njeriu i cili është i but dhe i amël dhe i afërt me familjen e tij. A që ka një porosi profetike e dedikuar për atë i cili sillet me ëmbëlsi dhe me butësi me familjen e tij.